Blona, cilat janë detajet që kemi nga arrestimi i 35 vjeçarit Eltion Logu dhe a është ekstraduar ai nga Gjermania drejt Shqipërisë? Ekstradohet nga Gjermania drejt Shqipërisë Eltion Logu, 35 vjeç, i akuzuar si pjesëtar i një grupi kriminal i cili nëpërmjet mashtrimit me call center ka mashtruar qindra e qytetarë gjerman duke i shkaktuar një dëm prej 187.000 eurosh. Ky i fundit ishte arrestuar në Gjermani për llogaritë të drejtësisë shqiptare dhe tashmë pas ekstradimit do të përballet edhe me akuzat që rëndojnë mbi të. Në korrik të vitit 2025, gjykata kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar ka caktuar masën e arrestit me burg për veprën penale mashtrim kompjuterik e kryer në kuadër të grupit të strukturuar kriminal. Nga hetimet ka rezultuar se Eltion Logu dhe disa shtetas të tjerë të organizuar si një grup nëpërmjet call centerave kanë kryer gjatë vitit 2024 17 tentativa të mashtrimit kompjuterik, por kanë shkaktuar edhe një dëm ndaj qytetarëve gjerman prej 187.000 eurosh. Nga ana tjetër, Logu së bashku me 6 anëtarët e tjerë të grupit telefononin qytetarë gjerman, të cilët i prezantoheshin fillimisht si oficer të policisë, të cilët do t'i mundësonin rekuperimin e të gjithave parave të humbura nga investimet në forex apo kripto. Ky i fundit është ekstraduar drejt vendit tonë dhe tashmë do të përballet me drejtësi shqiptare për veprën penale të mashtrimit kompjuterik të kryer në kuadër të grupit të strukturuar kriminal. Leona, faleminderit për detajet që ndave në këtë lidhje të drejtë për drejtë.